thonë? Mikrofon, më s'keni pikë. Përshëndetje për krejt juve të dashur miq dhe dashamirë. Jemi bashk me Kanunin edhe Ardonin. Jemi të shku dikon, sot është e dile. Edhe dojmë shfrytzu sot me kalu kohën bashk. Jo që ditëve të tjera nuk e kalojmë kohën bashk, po sot e kemi kështu të pejmë mëngjesit deri në mbrëmje. Për shkak se ditëve tjera jemi në punë, Kanuni është në qerdhe, edhe nuk mujmë me nejt bashk shumë gjatë. Dojmë shku sot me kalu të dielen në Bjeshkën e Rrugovës, edhe kom ju marrë me veti, se kanë me na u bashkan gjit edhe mami e babi jem. Kështu që bashk besoj që do ta kalojmë një ditë super të mirë. Apo Kanun? A ke mu knotë sot? Po ju? Hajtë kalzojë sa vjet i ki? Ja. Edhe thuj shumë shpejt i bëj 2. Papa! Jemi rrugës dhe jemi nalë qëto me marrë diçka me hangër në furr, derisa t'jemi gati për me mërri. Aj, Kanuni po flen. Ua, Nuni, sa të nga pisa dhva. Ama dorën. Kanun, ku jemi ardhë? Hej! Jemi ardhë në Rrugovë, edhe jemi të shku te pista e skimit aty, ku besoj që kemi mu knaq bashk. Edhe kom ju marrë me veti ku do që shkojmë sot me kalu këtë diele kaq të bukur, me këtë të dielit kaq të mira. E ku tjetër vetë se në Rrugovën tonë të bukur. Hajde, ama dore? Kanuni po do me kom vetë, i lirë. S'po dërë me hap dore. Ama dore momit. Tutet pak. Bravo!
Jemi gati. Jemi të ngjit për me shku edhe më lëshu te që kjo piste vogël që është mboge. Edhe që po du m'ju morë me veti, edhe me pa që unë s'jëm hiq trimnish. Se unë e qyto ballë e shkurt është që kjo pist, edhe tepër shumë tutna. Po, edhe frika është pjesë e jetës. Amo, është pak adrenalin, ka përëndu gati dielli, edhe duhet mungut pak me shfrytzu puna e videove dhe pamjeve më të mira. Amo, garant tani ardon duhet me nol aty ato emocionet që do t'i shprehi. Edhe tani është koha për të vërtetën. Nuk jom trimnesh që ashtu që shdokna, e ka një herë thëm me u bo luft. Kisha shku, kisha morë pjesë në luft. Që? Sa metra mundet më konë që kja? 100? Okej. A kem vesh në 2? Me dur, pak, edhe me dur. Qish ki kalu me mu? Kesh të ta qkap krojnë, a? Mirë, krejt mirë, amo tepër shumë që tepër shumë jam tut. Amo po, që amo definitivisht eksperiencë shumë e mirë për krejt ata që nuk tuten edhe që kanë qef me provu qët adrenalin. Jo shumë gjatë, dikon ashtë 100 metra, amo definitivisht jo për mu. Skijimi ka përfunduar, skijimi profesional, e kem kry, bye! Edhe tash jemi bo gati për me shku dikon me hongër. Qka kjo dark a drek? Ardon. Dark. Në fakt kemi me shku pak edhe të guri i koq, me shiju pak pas ditën edhe atje. Për ndryshe, për krejt juve që veni, i keni këto venet tu, këto villat, shumë të mira. Edhe këto këtë dyqanin me pajisje të skijimit, me saja, me rrobat, bores, me krejt. Sot e djele dhe ka shumë vizitor, shumë turista, po tash është koha, do më thonë është ora gati 3 mas dite, edhe është koha ku shumica po përgaditën për me u kthy në shtëpiat e tyne. Edhe na jemi tu kthy, të shku te Kere, për me shku te Guri Koq, për ndryshe që atje nalt, peshene, qëre sa bukur duket Hotel Belushi. Po na sot s'doj me shku atje, shkojmë një ditë tjetër. Sot dojmë u kthy edhe pak te Guri Koq, edhe atje ju marrë me veti për me pa se sa bukur është. Për ndryshe, shtunave dhe të djelave, së dje përmenda, që ka ma shumë vizitor, turista, për qësë që shtu së nashtë njerëzit nuk turën më dojnë kamerë. Ka ma shumë turista, vizitor, edhe ka kolona, këtu mbog, nuk i vene ku me varku veturen, se po qesh ne. Po, ja që tash janë tu kthy shumica, edhe besoj që për neve nuk do të jetë problem. Ja ku jemi këtu prak tek Guri Koq, që
Qyre ku po shi nane pak që aty. Edhe po hym tek që kjo restoranti qëtë. Tepër i mirë. Se mbjeshk që shtë duhet me konë. Wow, sa bukur! Tepër bukur. Kanon? Ku mama? Hej! Si po bjena? Kemi përfunduar ditën për sot, miqtë e mi të dashur, faleminderit shumë krejt juve që e keni shiku këtë video. Na jemi knoq, e kemi kalu këtë diele perfekte, ma mirë nuk bën. Juftoj krejtve për me bo subscribe kanalin tem në YouTube për me mujt me pa edhe video të tjera që kom me i publiku gjatë kohës kur dal, gjatë përditshmërisë, gjatë punës, gjatë angazhimeve të tjera. Edhe gjithë shka tjetër që ju keni dëshirë për me pa në videot e mija muni me shkru komente, po ashtu juftoj për me mdjek edhe në TikTok, edhe në Instagram, po kryesorja është me bo subscribe kanalin tim në YouTube. Miru pafshim edhe shihemi në video tjera të radhës.